Sekretari Amerikan I Mbrojtjes Pete Hegseth ka mbajtur takimin e shumë përfolur me afro 800 drejtues të ushtrisë amerikane. Hegseth deklaroi publikisht se Departamenti I Mbrojtjes nuk ekziston më, zëvendësuar zyrtarisht me Departamentin e Luftës, pas një urdhri ekzekutiv të presidentit Donald Trump në fillim të shtatorit. Detyra jonë është të përgatitemi për luftë dhe ta fitojmë atë, deklaroi Hegseth, duke theksuar se epoka e mbrojtjes ka përfunduar dhe ushtria amerikane duhet të rikthejë fokusin e saj ofensiv. Ai e quajti momentin krucial dhe paralajmëroi reformat menjëhershme të pakhthyeshme në strukturën dhe kulturën e brendshme ushtarake. Një ndër masat më të diskutueshme të shpallura ishte vendosja e standardeve fizike të unifikuara dhe të neutrës gjinore. Testet fizike dhe përgatitja luftarake do të maten sipas niveleve të meshkujve pa përjashtim. Nëse gratë mund të përmbushin këto standarde, aq më mirë. Nëse jo, nuk është qëllimi ynë, por mund të ndodhë. Kjo vlen edhe për burrat e dobët. Ne nuk po luajmë. Këtu flitet për jeta vdekje, theksoi ai. Hegseth hodhi akuzat rënda ndaj administratave të kaluara, duke thënë se udhëheqës të papërgjegjshëm politik kishin shndërruar ushtrinë në një institucion wakt, udhëhequr nga kritere racore, gjinore dhe ideologjike. Kemi promovuar njerëz për arsye të gabuara. Tani do të pastrojmë rrënojat, u shpreh ai. Ai bëri të ditur qartë se nuk do të ketë më zyra të diversitetit, përfshirjes apo muajit të identitetit kulturor. Kemi mbaruar me këtë, deklaroi në mënyrë të drejtë për drejtë. Ndryshimet do të prekin gjithashtu edhe pamjen e jashtme dhe disiplinën. Nuk do të lejohet më mbajtja e mjekrës flokëve të gjata apo shprehje individuale të kota, ndërsa për generalët mbi peshë tha se janë një turp kombëtar. Për të gjithë ata që nuk pajtohen me këtë linjë, Hegseth dha një mesazh të qartë. Nëse nuk jeni dakord, bëni aktin më të ndershëm, dorëhiquni. Donald Trump, I pranishëm në takim, mbajti një qendrim edhe më të prerë. Nëse takoj ndonjë general që nuk më pëlqen, do ta shkarkoj menjëherë. Ai theksoi se SHBA-t janë 25 vite përpara çdo vendi tjetër në teknologji ushtarake dhe përmendi përdorimin e një ndërtesje bërthamore si mjet për të zmbrapsur një kërcënim të shkurtër nga Rusia. Ishte e padukshme, vdekje prurse dhe mjaftoi që kërcënimi të zhdukej. Ky takim I pari I këtij lloji në dekada ka ngritur shqetësime serioze në qarqet ushtarake dhe diplomatike, pasi mund të paralajmërojë një transformim rrënjësor të politikës së jashtme dhe të sigurisë së SHBA-ve. Disa burime brenda Pentagonit shprehën shqetësimin se takimi mund të jetë preludi prerjeve të mëdha në radhët e gjeneralëve dhe admiralëve, me objektiv të reduktohet numri I tyre me të paktën 20%. Hegseth po përgatit gjithashtu një strategji të re kombëtare mbrojtjeje, ku prioritet do të jetë siguria dhe mbrojtja e brendshme, përfshirë edhe angazhimin e trupave në kufirin me Meksikën, një sinjal I qartë se fokusi po largohet nga përballja globale me Kinën për t'u kthyer mureve të brendshme të Amerikës. Ky është një mesazh I qartë për të gjithë aleatët dhe kundërshtarët. Amerika e Trumpit nuk do të luajë më rolin e moderatores ndërkombëtare. Ajo është duke u rikthyer si një fuqi e papërmbajtur ushtarake dhe kjo herë me urdhrin për të fituar.